Jemi këtu në grupderdhjet e Lumit Drin, së bashku me Drejtorinë e Shërbimeve Publike, zonat e mbrojtura dhe banorët të zonës për pastrimin e këtij terreni, pasi gjatë prurjes të fundit, rresheve të fundit, u shkaktu kjo situatë. Jemi këtu deri në normalitetin e kësaj zone. Faktikisht kjo zonë nuk është se është e frekuentuar për pushuesit ose për pjesën e njerëzve, pasi nuk është e aksesueshme. Ju bëj thirrje gjithë banorëve që në burim që mos t'i hedhin veturinat në Lumin Drin, pasi ndosim gjithë vit bregdetare. Ndërhyrja faktikisht është shumë e vështirë, pasi kemi porositur disa varka për të kaluar te pjesa tjetër e zonës. Patjetër do bëjmë vazhdim të vazhdueshëm duke e pastruar dhe e mbërmbajtur këtë zonë. Sa marrën punë do vim atje. Okej.